çfarë rrezikojmë nga mbajtja e syrit blu nëpër shtëpia. Është një farë tradite që nuk e di se nga ka ardhur, po me çdi na ka ardhur nga Turqia. Është një lloj si sy blu, është një fushë me ngjyrë si gur kali dhe brenda kësaj fushës qelçit me ngjyrë kali ka një sy si blu. Edhe mbrenda synit blu është një si diçka e bardhë, po t'jep përshtypjen e një syu. Dhe njerëzit mendojnë se vendosja e kësaj gjës, gur apo mund të jetë diçka qelçurin, po thjesht është e lyer në atë formë dhe në atë mënyrë, largon në syshin syun e keq. Zoti i Madh na ka treguar se nëse ndodh diçka, ne jemi të orientuar që ta largojmë këtë gjë, e keqja, magjia, mësyshi, smundja. Dhe largimi bëhet nëpërmjet dy mënyrave. Ose do të jetë nëpërmjet ajeteve, nëpërmjet haditheve, nëpërmjet lutjeve dhe nëpërmjet duave, ose nëpërmjet shkaqeve dhe ilaçeve. Gjetja një mënyrë të tretë për të larguar të keqen, që nuk është as në fe, po nuk është as praktik mjekësore, konsiderohet në Islam e ndaluar. O do të largosh të keqen në mënyrë fetare, o do të largosh të keqen në mënyrë mjekësore dhe shkencore. Në momentin që gjehet një mënyrë e tretë që nuk është as fetare, as shkencore, mjekësore, atëherë kjo mënyra e tretë konsiderohet bidat. Ky bidat është dy llojesh. Bidat që shkon deri në idhujtari dhe bidat që nuk shkon në idhujtari, po që është gjuna, haram. Kur shkon metoda e tretë që nuk gjendet fetare as shkencore, mjekësore në idhujtari, kur njeriu e bën atë burim të mirës apo të keqes. Dhe kur nuk e bën burim, po thot Zoti e ka bërë këtë sebeb, këtu kemi të bëjmë me një bidat që quhet mëkat i madh. Për shembull, kemi njëri me mësysh. Feja çfarë thot për njeriu me mësysh? I kënohet Kur'an, njeriu duhet të bëjë sebepet e tjerë e tjerë. Mjekësia çfarë thot për njeriu me mësysh? Thot është mirë që diçka prej njeriu që e ka marrë mësysh personin, të prekej personin që është i marrë mësysh. Kjo është edhe me mjekësi e vërtetuar. Për këtë arsye i thuhet atij merr abdes, dhe me abdesin e tij lajm njeriu që është marrë mësysh. Nëse personi nuk i thuhet merr abdes, se mund të ndodhë siç ndodh që e marrin për keq njerëzit nganjëherë, pavarësisht se mund të haj prindi fëmijën e vet, mund të haj gjyshi e gjyshja nipin dhe mbesën e vet, mirë po mund të haj halla, mund të haj tezja mësysh, mund të haj daja, mund të haj xhaja. Por nuk është gjithmonë qëllimi i keq. As nuk tregon se njeriu është i keq po hongër mësysh. Këto janë gjëra që ndodhin. Njeriu mund të haj mësysh prej dashurisë, njeriu mund të haj mësysh prej mahnitjes. Njeriu mund të haj mësysh prej habis. E rëndësishme, nëse nuk kemi mundësi atëherë, marrim diçka nga gjërat që ky njeri ka prek, e fusim në ujë dhe pastaj me këtë lajm njeriu e smur. Dhe kjo është prej mënyrave. Atëherë fetarisht dhe shkencërisht vjen dikush dhe thotë, "Gjë se ka dhe një mënyrë tjetër për ta plas synin e keq." Thotë, "Do të marrim krip edhe do ta hedhim tek soba." Dhe po plasi kripa, ka plas dhe syu i keq. Tani ka krip që po ta hedhësh në sobë, nuk pëlqet, nuk kërcet. Kur hedhja e kripës bëhet idhujtari dhe haram i madh, që të qit prej feje, kur njeriu beson se krypa me atë të plasmen shëron dhe mësyshin. Pse? Se këtë lloj arsyetimi se ekziston askund në fe. Pra ti i dhe një lloj atributi kripës për të bërë diçka që s'e ka thonë as Zoti as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
E nëse njeriu thotë, jo thotë kripa nuk bën vetë, nuk e shëron të smunën, po Zoti e ka bërë sebeb kripën. Atëherë në këtë rast kemi të bëjmë me një bidat dhe një haram. Pra nuk e qit njeriu prej feje, po ka bën një haram. Pse? Se ka marrë një lloj arsyetimi për të larguar mësyshin ose të keqen që nuk ekziston as me fe, as me shkencë. Edhe puna e këtij synit blu që është një lloj qelçi me sa diun që po ka ngjyrosje të tillë, se gur kështu nuk ka. Gur me sy mrena nuk ka, po është e bërë nga njeriu, bëhet, lyhet, pastaj piqet edhe del ajo. Besimi se kjo vetë e pengon synin e keq është problem shumë i madh. Sepse ai që bën mirë, ai që bën keq, ai që ka fuqi të ndikojë për mirë, ai që ka fuqi të ndikojë për keq është vetëm Allahu Zoti i gjithësisë. Në momentin që njeriu thotë, jo, është Zoti ai që e ka bërë pikërisht këtë sebeb që të largohet mos syni i keq, themi këtu kemi të bëjmë një bidat. Pra në të dyja rastet kemi të bëjmë me diçka që është ndaluar, sepse kemi ndërmarrë një formë për të larguar mësyshin ose për të prishur mësyshin që nuk ekziston as në fe, as në metodikat mjekësore apo shkencore. Kështu që nuk lejohet. Po atje në Turqi shiten me shumicë, ka kudo. Atje mund të ketë dhe gjona tjera që shiten. Po kjo nuk do të thotë se janë të lejuara. Kjo nuk do të thotë se janë prej fesë. Dikush mund të thotë që unë e bëj këtë për të hutuar njeriu. Pra nëse dikush shef shtëpinë e bukur dhe unë vendos një pllak të tillë, se ka edhe shumë të mëdha nga këto. Atëherë njeriu bën për të parë shtëpinë, çfarë bën shef? Shef këtë gjë dhe fuqia e të keqes, e energjisë negative, e asetit nuk shkon tek shtëpia, por shkon te kjo gjëja. Kjo faktikisht ka një lloj arsyetimi logjik brenda. Kjo ka diçka të brenda, e ka kjo diçka brenda, faktikisht. Sepse shmangja e përqendrimit të personit nga gjëja është një prej sebepeve që Zoti e ka bërë sebeb që njeriu të ruhet prej kësaj të keqje. Pa lejohet, nuk lejohet. Mirë po, dikush e merr me këtë lloj arsyetimi, thotë thjesht për të hequr përqendrimin. Pra thotë, as nuk është fe kjo punë, as nuk është shkencë kjo punë, po thotë, kur i largon përqendrimin, për këtë arsye thuhet se Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu fëmijët e bukur i nxinte. Ju thotë njerëzve mos i vishni bukur. Në mënyrë që të tërhiqte vëmendjen e njerëzve nga bukuria apo nga tërheqja që mund të krijonte fëmia. Prapë unë them nuk lejohet, po këtu mund të ketë një lloj arsyetimi që nuk është shirk, as nuk është bidat, po që prapë është një formë dhe një mënyrë që s'ekziston. Është një formë dhe një mënyrë që nuk ekziston. Varin ariun jo të gjallë, po ariun me kuptimin e kukullës, vejnë shenja, vejnë gjëra, me qëllimin që të tërheqin vëmendjen e njerëzve. Okej, mund të ketë gjëra që mund të tërheqin vëmendjen, por ka gjëra që s'kan lidhje fare me vëmendjen. Hudhra për shembull, lidhje ka me vëmendjen. Patkoj, lidhje ka me vëmendjen. Hajtë se kjo bluja ose flamuri, okej, heq përqendrimin. Po patkoj, çfarë heq? Pra ka aty brenda diçka që nuk është në rregull, ka aty brenda diçka që nuk shkon. Për këtë arsye, alhamdulillah, prej mirësive dhe mrekullive që ka kjo fe brenda është se i ka luftuar besytnit, besimet e kota, këto paganizmat, këto besimet supersticioze, gjitha këto i ka sharruar qysh në fillim. Dhe ka thënë jo, nuk bën. Për emrave të Zotit është an-Nafi' ad-Darr, dobisjellsi dhe ai i cili sjell, si më thon, sprovat për njeriu. Është Allahu i vetëm, dhe askush tjetër nuk ka fuqi dhe as ka një gjë në dorë për një gjë të tillë.